Shfaqja vatrave të zjarrit në qarkun e Shkodrës dhe menaxhimi I dobët I këtyre situatave nga institucionet përgjegjëse kanë bërë që prefekti Paulin Radovani të thrasë një mbledhje urgjente. I ashpër në qëndrimin e tij, Radovani kritikoi punën e shërbimit zjarfikës aty pyjor dhe të gjitha institucioneve të tjera në qarkun e Shkodrës, duke I paralajmëruar edhe me masa ndëshkuese. Ka qenë zjarri I rënë në kodrat e Oblikës 48 orë më parë, ku një pjesë e inspektorëve nuk u paraqitën në zonë, që sollën edhe shënjestrimin e këtyre drejtuesve nga prefekti Radovani. Nuk shkohet më një Kodrës, pas një ide se ku pa shkom, e më në i thomë, as kena këmes, as kena shpat, as kena kur gjë. Këta punë duhet me kënë kjartë dhe deri diku. Ja me shku ashtu si shkom në atje. Presum policin e qarkudhimit që I thash drejtorit, ta kena aty në rrugë, se kishtë televizjet madhe, ata në dhanim dhe këti projektar të vogël. Marëm I thonë kuj. Ka se në kam thirë me dina, tërë pas me pasi projektar. Unë nuk jam I knaqën, as me punën e zjarfikseve, as pyjores, as këtyne për mëram. Unë shumë njëtë këtë djali, më ka hypë makinë, më ka shetit, për në ishëm të në kohën spektatore e shishëm zjemin. Vetëm kër kina shku mas pronit, e kina marrë vetë se flaka kështë e ecë anë I poshtë. Për në I komandant nuk do në me shku për piknik. Do në me shku të pajisën zëtë një. Në rast e zjarët malore, natën, është rasti I parë se në mund nërhym me punojës me në atje sipër, sepse nuk shifë zjarë. Unë do t'ju nashë ju t'ju thoshe arrini dhe nate, sa di që ta nuk bika, që u Jo, më jo, në këna rujtë shpijat e të afer, kjo është detyra jonë. Nëse këto drejtuesa e njën vetën përgjithshëm për ta bërë detyrën, paktën minimaljat majnë celular të hapët. E para, e dyta, minimaljat fusin ato efektiva që kanë punë. Minimalja e treta është që informacionin mos ta marrim nga salla policisë, mos ta marrim nga banor të thjeshtë, por ta marrim direkt nga drejtuesi nëse ai ndodhet në terren. Dhe mos ta marrim nga drejtuesi që është në shtëpi. Me drejt ju thoni që unë duhet ta koordinoj mirë punën, por unë jam në terren dhe drejtuesi që është me ligj për ta kryer detyrën është në shtëpi ose diku në gjetk. Nëse janë një detyrën e shtetit, të vinë përgjigjet dhe të japin maksimumin e vet për të zbatu detyrën që ka. Unë nuk kam autoritetin për të nxjerrë trupa dhe mjete jashtë vendislokimit përhershëm pa urdhër. Këto urdhra vinë nëpërmjet qendrës bashkuar operacionale, e cila organizon një shërbim 24 orësh për gjithë forcat armatosura. Brenda kësaj qendre operacionale të bashkuar ka komponent për emergjenca që mund të lindin në det, në tokë e kudo që të ketë probleme. Stina Verës me rritjen e temperaturave shton rastet e zjarreve në qarkun e Shkodrës, veçanërisht në zonat pyjore apo për hapjen e kullotave të reja. Për zjarrvënjet e qëllimshme, është kërkuar ndeshkim maksimal I autorëve nga ana e policisë së shtetit, pasi vitet e shkuara shumë raste kanë mbetur pa u zbuluar.